Një nga djetarët e mëdhej Semerkandi ka thonë të vëllezër, ka thonë 5 dënime i ka ziliqarja. Ka thonë e parë është se është në galje të vazhdueshme. Mërzi të vazhdueshme. Çdo begati sukses për to mërzi, për to galje. Kur se shet të kesh, kur që s'ka vakt me kesh nga presioni i suksesve të tjerëve ato. Pastaj ka thonë, është në fatkeqësi që s'ka shpërblim. Për e sot me bo sabër kërë që dikon mirë, bën sabër, a i sprovë është, po kjo është provë që s'paguhet për ta. Kjo është provë që s'paguhet për ta. Pastaj ka thonë, gjithashtu edhe, është në shëmtim që kur nuk lavdohet për te. Për shembull, të vëzër, nëse dikush qërtan, tenton me të shëmtu pse apo agjiron, sa ma tepër ajt të qërtan, ti ma tepër të kalloj i lavdruar. Apo? Për shkak se për çka mirë po qërtuash. Ndërsa, ky për haset, edhe është i qërtuar se është argat i shejtanit, edhe kur lavdot për Allahut smerat. Ka thonë gjithashtu, hidhrimi i Allahut është mbi të, dhe ç'kjo është me rëndësi pse ku përmend këtë fjalë të ndozë. Thot ky dietar yughlaqu anhu babu at-tawfiq. Jam shel Allahu dytë e suksesit. Do të thonë, subhanallahu, sa më tepër i nat në sukses dikujt, sa më tepër sigëzosh sukses dikujt, dera e suksesit shkon duke u mshel. Do ti këtu zili, këtu mshelet. Ç'është mund të bashkuar njerëz ashtu? Ja kena mshel dytë në tjetër. Andaj të ndozë, çelja derën zemrës, le t'i gëzohet suksesit, ta qelë Allahu derën e suksesit tanë, që kjo rregull apo. Kështu bashkohemi, kështu duhet me zveti, duke u gëzuar një tjetrit, duke bëu dua për një tjetrin, që natë në bëu dua, edhe për ato që ke punë mirë me ta. Çfarë bëu natë për ta? Imam Ahmedi rahimullah ka thonë, për ato që e ka torturuar, e ka lidhë, gjak e ka bëu. Ka thonë, vallahi me ditë cilën dua Allahu ma pranon, kisha me e bo për Me'munin. Që më burëm ka shtije më ka lidhë, që ato e kisha bo dua për ta që nga se përmirësimi i ti është përmirësimi umetit. Andaj sa rrim e qërtojmë, e kritikojmë do një hoxha, do një presa, do një kuft, që natën lutë Allah në gjendorit e uzër Allah të marrë këtala, që kjo e zemra pastor.